Prej shekush qarkullon kjo ideja. E dini kjo ideja pak romantike për talentin. Ideja që disa njerëz thjesht lindin me një dhunti të veçantë. Një lloj magjie e brendshme që i bën ata të jashtëzakonshëm, qoftë në muzikë, në sport apo në shkencë. Dhe kjo ideja është goxha e vjetër, e rrënjosur thellë. Ja, siç e thotë edhe Homeri, ne ende flasim për performuesit e mëdhenj si të frymëzuar, sikur madhështia u është dhënë nga Perëndit. Pra e shohim si diçka hyjnore, diçka që vjen nga jashtë, jo si diçka që ndërtohet nga brenda. Është një histori vërtet e bukur, por pyetja është, a është e vërteta? Po sigur, e gjithë kjo histori ti është një mit. Po sigur gjithçka që mendonim se dinim për talentin ti ishte e gabuar. Sepse, shifni, kërkimet shkencore të dekadave të fundit po na tregojnë një histori krejt tjetër, një histori që në fakt e vendos fuqinë për të bërë i madh drejt për drejt në duart tona. Mirë, atëherë, le të hyjmë thelbit. Do të nisim duke i hedhur irsy dhe duke i zbërthyer disa nga legjendat më të famshme, pikërisht ata shembujt që përdoren gjithmonë si provë se talenti është diçka me cilën lind. Rasti i parë dhe ndoshta më i famshmi, Mozart. Nga njëra anë, kemi mitin, fëmia gjeni, i prekur nga Perëndit që kompozonte kryevepra që në moshë të vogël. Por realiteti është pak më ndryshe dhe shumë më me këmbë në tokë. E dini që koncertet e tij të para ishin thjesht aranxhime të veprave të kompozitorëve të tjerë? Ai nuk ishte thjesht një gjeni që i ra nga qielli, siç e thotë një studiues, ai ishte një punëtor i palodhur që u bë Mozart duke punuar si i çmendur. Pra, thelbi është ky, madhështia e tij u ndërtua, nuk i erdhi si dhuratë. Le të hidhemi tani te një shembull më modern. Tiger Woods. Gjithmonë e kemi dëgjuar, apo jo? Një talent i natyrshëm, por kur shikon faktet, kupton se ambienti ku rrit ishte çdo gjë, por jo i zakonshëm. Imagjinoni pak. Iati, një fanatik i golfit, i dha shkopin e parë kur ishte vetëm 7 muajsh, dhe para se të mbushte 2 vjeç, ai tashmë praktikonte rregullisht në fushë. Pra, ajo që ne e shohim si talent të lindur, në të vërtetë ishte rezultati një trajnimi ekstremisht të hershëm dhe intensiv. Ngjashëm me Mozartin, madhështia e tij nuk ishte dhuratë, por një projekt i mirë menduar. Okej, pra, nëse nuk është talenti i lindur, atëherë çfarë është? Cili është sekreti? Ktu hym tek ajo që mund ta quajmë motori i vërtet i madhështisë. Koncepti kyç që shkencëtarët kanë zbuluar se qëndron pas çdo performance të nivelit botror. Dhe ky koncept ka një emër, praktika e qëllimshme. Kujdes, kjo nuk është thjesht të përsëritesh diçka mekanikisht pa mendje, as pak. Është një lloj praktike shumë specifike, e strukturuar, e dizajnuar për të na nxjerrë nga zona jone e rahatisë, për të na shtyr pak më tej se ku jemi aktualisht. E vërteta është se është e vështirë, kërkon përqendrim total dhe, le ta themi, jo gjithmonë është qejf, por kjo është pikërisht mënyra se si ndërtohet mjeshtria. Le ta zbërthejmë në këta 4 komponent kryesor. E para, duhet të dalësh nga zona e rehatisë, të punosh pikërisht në atë zonën e të mësuarit pak më larg se aftësitë që zotron. E dyta, përsëritje. Kërkohet volum i lartë. E treta, dhe kjo është thelbësore, feedback i vazhdueshëm. Duhet ta dish menjëherë ku po gabon që të mund ta korrigjosh. Dhe e katërta, fokus total. Ka një thënie fantastike nga një mësues violine që thotë: "Nëse praktikosh vetëm me gishta, të duhet gjithë dita, po u praktikove me mendje, e bën të njëjtën punë për 1 orë e gjysmë." Kjo e përmbledh perfektisht. Dhe duhet jemi qartë. Kjo gjë kërkon kohë, shumë kohë. Studiuesit e quajnë rregulli i 10 viteve. Çfarë do të thotë kjo? E po, studim pas studimi në fusha nga shahu te muzika, ka treguar se askush, por absolutisht askush, nuk arrin nivelin elitar pa të paktën 1 dekadë pune intensive. Merrni për shembull Bobby Fischerin, gjenion e shahut. Ai u bë mjeshtër i madh në moshën 17 vjeç, por kishte tashmë 9 vite studim intensiv pas shpinës. Dhe për të parë se sa shumë rëndësi ka volumi i punës, shikoni këtë. Ky është një studim klasik me violinistë të rinj dhe rezultati është thjesht tronditës. Deri në moshën 12 vjeç, violinistët më të mirë, ata elitarët, praktikonin mesatarisht 2 orë në ditë, ndërsa ata që thjesht konsideroheshin të mirë praktikonin rreth 1 orë, po ata që përfunduan si mësues muzike, vetëm 15 minuta në ditë. Diferenca mes grupit elitar dhe atij më të ulët është 800%. Kjo tregon qartë se sasia e praktikës së qëllimshme ishte faktori kryesor që parashikonte nivelin e tyre të aftësisë. Pra mesazhi është i qartë apo jo? Siç e thotë edhe vetë një nga studiuesit kryesor, profesori John Sloboda, nuk ka absolutisht asnjë provë për një rrugë të shpejtë për ata që arrin nivelet e larta. Nuk ka rrugë të shkurtra, nuk ka sekrete magjike. Madhështia kërkon punë, shumë punë, dhe punë të bërë në mënyrën e duhur.
Mirë, por çfarë ndodh saktësisht në trurin ton kur bëjmë gjithë këtë praktikë të qëllimshme? Këtu gjërat bëhen vërtet interesante, sepse tani nuk po flasim vetëm për psikologji, po flasim për biologji. Nuk është thjesht një çështje force vullneti apo pune të palodhur. Jo, bëhet fjalë për ndryshime reale, fizike, të matshme që ndodhin brenda nesh. Vitet e praktikës intensive praktikisht rikonfigurojnë hardwarein ton biologjik. Dhe ja si funksionon. Së pari, praktika e qëllimshme ndërton mielinën. Mendojeni si izolimin rreth një kablli elektrik. Sa më shumë mielin, aq më shpejt dhe më pastër udhëton sinjalin nervor. Kjo i bën lidhjet kyçe në tru më të shpejta dhe më efikase. Përveç kësaj, ajo fizikisht zmadhon zonat e trurit që përdoren për një aftësi të caktuar. Për shembull te pianistët, zona që kontrollon gishtat është më e madhe. Gjithashtu, rrit atë që quhet plasticiteti i trurit, pra aftësia e tij për të ndryshuar dhe krijuar lidhje të reja. Dhe ndoshta më fascinuesja nga të gjitha, krijon një percepcion superior. Le ta shohim me një shembull konkret tenisin për ta kuptuar më mirë. Një lojtar amator çfarë bën? Shikon topin dhe reagon pasi topi është goditur. Por një ekspert, ai nuk e shikon fare topin. Ai shikon ijet, shpatullat, krahët e kundërshtarit. Këto janë sinjale të vogla që i tregojnë atij se ku do të shkojë topi, para se topi të goditet. Pra Chelsea nuk është se ata reagojnë më shpejt, Chelsea është se ata e parashikojnë të ardhmen dhe fillojnë të lëvizin më herët. Në një farë mënyre, ata janë anashkalojnë kufit normal të kohës së reagimit njerëzor. Okej, kjo është teoria. Shumë e fuqishme, e mbështetur nga shkenca, gjithçka. Por pyetja praktike është, si e zbatojmë këtë ne në jetën tonë të përditshme? Në punë, në gjërat që duam të mësojmë. Kjo është pyetja milionçe, apo jo? Si e marrim gjithë këtë kuadër teorik dhe e vëmë në punë për diçka konkrete, si për shembull, të mësojmë një gjuhë të re, të bëhemi më të mirë në programim apo qoftë edhe diçka si të përmirësojmë mënyrën si komunikojmë me të tjerët. Një shembull fantastik dhe shekullor vjen nga askush tjetër veç se Benjamin Franklin. Ai, pa e ditur terminologjinë shkencore, përdori saktësisht parimet e praktikës së qëllimshme për t'i mësuar vetes të shkruante. Çfarë bënte ai? Merrte shkrime që i pëlqenin, i zbërthente, pastaj përpiqej t'i rikrijonte me fjalët e tij. Më pas, krahasonte versionin e tij me origjinalin, gjente gabimet dhe i korrigjonte. Ky është një shembull perfekt i ciklit: vepro, merr feedback, korrigjo. Veprim i pastër. Pra, le ta përmbledhim në një kuadër të thjeshtë me 4 hapa që mund të zbatohet për çdo aftësi. Hapi i parë, izolo një element të vogël. Mos u mundo të përmirësosh gjithçka për një herë. Ndaje në pjesë të vogla. Hapi i dytë, krijo një ushtrim specifik për atë element të vogël, diçka që mund ta përsëritësh. Hapi i tretë, siguro feedback të menjëhershëm. Regjistro veten, pyet një ekspert, analizo të dhënat. Dhe hapi i katërt, përsërite. Përsërite pafund, por me fokus të plot në korrigjimin e atyre gabimeve që zbulove. Dhe tani, le të vim tek shembulli që ndoshta është dëshmia më e fuqishme e gjithë kësaj ideje. Një histori e vërtet që rrëzon çdo ide për kufit e lindur dhe tregon se çfarë është realisht e mundur kur aplikohen këto parime. Po flasim për motrat Polgar. Babai i tyre, László, ishte një psikolog me një tezë radikale. Gjeniu nuk lind, por krijohet. Dhe ai vendosi ta vërtetonte këtë me fëmijët e tij. Ai dhe bashkëshortja i edukuan 3 vajzat e tyre në shtëpi, me një fokus absolut, shahu. Dhe rezultatet? Thjesht mahnice. Susan u bë gruaja e parë që arriti titullin mjeshtër i madh. Judith u bë mjeshtra më e re e madhe në histori, djem apo vajza, në moshën 15 vjeç. Dhe të trija së bashku, si ekipi hungarez, arritën të mposhtin superfuqinë e shahut asaj kohe, Bashkimin Sovjetik, në Olimpiadë. Dhe vetëm për të pasur një ide të nivelit përkushtimit, hidheni një sy këtij numri. 10.000. Kaq libra shahu kishte familja Polar në bibliotekën e tyre. Pra, e kuptoni, kjo nuk ishte thjesht një hobi apo një përpjekje kalimtare. Ishte një zytje totale, sistematike, absolute në botën e shahut. Pra, përfundimi i këtij eksperimenti të jetës reale është i qartë dhe i pakundërshtueshëm. Suksesi i motrave Polgar nuk erdhi nga ndonjë gjën shahu i veçantë. Ai u ndërtua. Orë pas ore, lëvizje pas lëvizjeje, përmes mijëra orëve praktike të qëllimshme. Ato janë prova e gjallë se madhështia mund të ndërtohet. Dhe e gjithë kjo na lë me një pyetje të fundit, një pyetje të fuqishme për secilin prej mesh. Çfarë do të ishte e mundur nëse do të hiqnim dorë nga ideja se talenti është një kufi që na është vënë që në lindje? Çfarë do të mund të arrinim nëse do të përqafonin plotësisht idenë se aftësia ndërtohet? Ndoshta,
por vetëm ndoshta potenciali i vërtet është shumë më i madh nga sa kemi guxuar ta imagjinojmë ndonjëherë.